Mbrëmjet festive në qytetin e Vlorës tërheqin vëmendjen e pushuesve vendas dhe të huaj. Një koncert festiv i organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë ka ndezur atmosferën në hyrje të shëtitores lungomare përgjatë mbrëmjes së ditës së mërkurë. Për kënaqësinë e publikut vlonjat, por edhe të huajve që shijojnë pushimet në qytet, kanë performuar dy prej emrave MNZ të muzikës popullore, Teo Dumani dhe Lajra Kuça. Publiku që ka ndjekur nga afër koncertin ka qenë i shumt, duke nisur vallen. Gentian Maka, metodisti i Qendrës Kulturore Vlorë, thot se qëllimi i këtyre koncerteve është të kthejnë qytetin në fest. Sipas Makës, ky qëllim është arritur duke parë atmosferën festive në lungomare, ku me dhjetra qytetarë dhe pushues kërcejnë dhe këndojnë së bashku këngë popullore. Si që shikoni, atmosfera është mjaft festive. Njerëzit po kërcejnë në shesh, për të falenderojmë dhe motin që iku ajo vape madhe dhe njerëzit ndjehen më freskët dhe më të lirshëm. Qendra Kulturore Bashkia Vlorë në kujdesin e veçantë të zonjës kryetarës bashkisë Bruna Mersini organizon çdo javë koncerte të tilla dhe ftojmë që të gjithë të jeni pjesë e këtyre eventeve festiv, të argëtohemi dhe të kënaqemi së bashku. Aktiviteti është vlerësuar edhe nga publiku i shumtë që e ka ndjekur nga afër. Qytetarët për Blu Televizion shprehen se eventet të tilla janë tepër të rëndësishme, pasi ndikojnë në krijimin e atmosferës festive në Vlorë. Ata shprehen se të tilla evente duhet të jenë më të shpeshta për kënaqësinë e publikut. Atmosfera shumë e bukur. Më pëlqen, por do kisha shumë dëshirë meqense me erdhët e përfitoj nga rasti kjo. Ne tu kanë shumë qejf njerëzit për të kërcyer. Dhe mendoj që ajo pusha tjetë vetë për të kërcyer qytetarët dhe turistat. Dhe është i kjo shumë e mirë me fjalë që bashkia organizon këtë koncert kaq të bukur. Mendoj që pusha e sportit të jetë për të kërcyer. Pasi njerëzit këtu nuk kanë vend ku të kërcejnë, urdhro. Atmosfera ka nevojë njerëzit për këto gjëra. Duhet të ketë shumë koncerte festive në qytetin. Kemi nevojë, ka nevojë për të. Ka shumë nevojë. Pse, çfarë do? A nevri? Njerëzit kanë gjë, kanë se cili në punë e tij, kjo për të. Edhe ka nevojë për ajë, ja larguar pak. Çfarë të pëlqen më tepër? Më pëlqen më shumë pjesëmarrja e njerëzve. Dhe duke qenë koncerti i bukur dhe njerëzit kënaqen dhe vinë. Ndryshe s'do ishin njerëzit. Duhet më shumë aktivitete të tilla. Atje sikur ditë për ditë. Ja shiko kalama, sikur ditë për ditë të ketë aq më mirë është. Atmosfera është e mirë besoj. Atmosfera është e mirë besoj. Shumë e mirë. Aktivitetet e Qendrës Kulturore Vlorë do të vijojnë përgjatë sezonit veror. Çdo fundjavë, duke nisur nga data 1 gusht, do të ketë koncerte festive përgjatë gjithë muajit.